shumë vite ma përpara para botës moderne, kushtimisht para botës të AI-s, njerëzit, për shembull gjinia femërore ka prit që gjinia mashkullore ka me bë propozimin, ka me marr hapin e parë, ka me bën një lëvizje të caktuar, cila ka me tërheq ndërtimin e gjetjes një partneri. Po tash i bjen që meshkujt në kohën moderne, njëkohësisht edhe femrat, i kanë pritjet e njëjta, për shembull cili duhet i pari me afru cilit. Dhe kështu që kjo e ban që shpesh na mos me pas marrë guximin, qoftë djali, qoftë vajza, me i ofru një partneri të mundshëm, sepse ka atë frikën e mbrëmshme që çka ka me ndodh, ose ka frikën e mbrëmshme të refuzimit. Një konflikt tjetër shpesh që e vren gjetjet partnerit është sepse ti don me gjetë partnerin, po don me qenë i sigurt që krejt jetën ti kime vazhdu me qëndru me qatë partner, që i bjen që ti s'ki mu divorcu kur. Po kjo është idealja, kish me qenë ti mos më divorcu kur. Po normal kur na bashkohemi me një partner, tash më e dina qysh është partneri, ç'është është me pas një partner, kjo është ndryshim edhe për neve, është ndryshim edhe për partnerin ton. Kështu që kur na në realitet ballafaqohemi me krejt personalitetin, cilësitë që i ka partneri jon, tash mundem me thonë që është ideal ose s'është ideal.